Egli Tako, ish konkurrenti e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, reagoi për herë të parë pas shqetësimeve të ndjekësve lidhur me gjendjen e saj emocionale. Përmes një postimi në Instagram, ajo sqaroi se nuk ndodhet në ndonjë spital psikiatrik dhe se është e rrethuar nga njerëz që e mbështesin. Ndihem e trishtuar dhe e ngarkuar emocionalisht, por nuk ndodhem në asnjë spital psikiatrik apo diçka të ngjashme. Kam njerëz pranë që po investojnë gjithçka kanë, që unë ta rrimar veten. Shkuan Egli duke falendëruar ndjekësit për mbështetjen e tyre. Në reagimin e saj, ajo flet për ndjesitë që ka përjetuar dhe për raportin e saj me lojën brenda shtëpisë. Egli shprehet se ka pasur të vështirë të distancohet emocionalisht, por po punon për ta menaxhuar më mirë situatën. Ajo gjithashtu i është referuar deklaratave të gjestit, duke theksuar se disa sjellje i kanë kujtuar eksperiencët të së kaluarës. Uroj që ky reagimi imi, i kërkuar aq shumë prej jush, t'ju ketë gjetur mirë, ju dhe të gjithë familjarët tuaj. Faleminderit nga zemra që keni shprehur këtë shqetësim masiv për gjendjen time, ju detyrohem shumë. Dua të nis duke ju thënë se ndihem i trishtuar dhe ngarkuar emocionalisht, por nuk ndodhem në asnjë spital psikiatrik apo diçka të ngjashme me këtë të fundit. Kjo çfarë po ndaj me ju sot është një ndjesi nga shpirti e fjalë që vazhdimisht i kam shprehur dhe brenda shtëpisë, por ndoshta duke mos i bërtitur fort, nuk kam mundur të dëgjoj mjaftueshëm. Fatkeqësia e narrativës të historisë time, nëse më lejoni ta quaj të tillë, mendetikisht mendoj se ishte fakti që nuk u dha zë, të paktën mjaftueshëm, pamjeve ku edhe mua më citohej sinqerisht fjalia, qasi romantike dhe konfirmime se një ndjenjë ka lindur, se ka një vlerësim, tërheqje dhe pëlqim, se shon një perspektivë tek ajo e gruas në të ardhmen, se s'mund të ndodh dot larg meje siç tha e tjera, siç vetëm një partner ose dikush në këtë tentativë mund të drejtohet. Puthje, ledhatime, përqafime, prekje të ëmbla e çdo lloj kontakti, qoftë edhe nëpërmjet syve, se një njeri i përfshirë në ndjenja bëjnë e kanë një peshë të madhe përballë dikujt që ndjen për ty, të japin shpresë. Nuk mendoj se ka vlerë të flas për sekuencat ku sa herë unë distancohesha dhe mbaja qëndrim, rente pas meje duke më thënë se qëndron dot larg meje, duke bërë të pamundur të qëndroja gjatë stoike, pasiguria, amplifikimi dhe ndihmat më bënin të thyesha para tij dhe ta përqafoja, duke justifikuar me faktin se shumë veprime i bënte për të mbajtur aktive lojën e tij, dhe këtë sot e kuptoj më qartë. Unë nuk mund t'i mohoj dhe t'i lexoj ndjenjat për veprimet e t'i kam lexuar si të tilla, pra të sinqerta. Për këtë arsye zgjodha të qëndroja vërtet në ndjenjat e mia, t'i lejoja të më ndikonin aq sa dha vet, ai nuk kërkonte ta bëja. U përpoqja shumë të kuptoja lojën e tij strategjike me pjesën tjetër të shtëpisë, qoftë edhe kur ajo logjikonte respektin ndaj vetes time. U shqetësova dhe kujdesa më shumë për dikë tjetër dhe emrin e tij aty brenda, se për veten, sepse e tillë jam unë kur dua dikë, ose më saktë e tillë kam qenë dhe shpresoj shumë të kem marrë një mësim këtë herë, sepse askush nuk duhet vënë para vetes. Në fund lendohesh ti dhe vetëm ti. Si një njeri që bën shumë për të tjerët deri në vetmohim, tërheq narcisizmin drejt meje, e kundërta jote të tërheq. S'është hera e parë që më ndodh, ndaj jam shprehur që disa tipara më kujtojnë dikën e të kaluarën time, pak pasur dëshirë të jap më shumë detaje, sepse siç kam thënë dua të flas për të mirat dhe të këqijat që mbaj për veten time, por këtë më duhet ta sqaroj. Unë jam më mirë, çdo ditë që kalon, më bën pak më të qartë panoramën dhe mbi të gjitha nuk dua të rëndoj më familjen dhe veten time. Vazhdo të kem ndjenja, nuk mundem dot të fik me buton, por të qenurit në distancë më bën të kem më të ftohtë realitetin dhe të jem më pak e ndikuar emocionalisht nga prania 24/7 që deri në momentin e daljes ishte pamundur ta shmangja. Më ndikote shumë emocionalisht, malli është më i menaxhueshëm për mua se sa prania, po merrem dal nga dal me veten time për të ngritur më e fortë. Për të gjitha momentet tona të bukura që më bën të përjetoj lumturi dhe ndjenja të forta, i them faleminderit me gjithë zemër, por ka kohë edhe për veten, në ndërgjegje edhe të vërtetën e kësaj historie. Dhe ka zgjedhur të deklarohet se asnjëherë s'do mundeshim të kishim një relacion romantik. Mendoj se nuk kam arsye të takoj jashtë shtëpisë, të paktën për një diskutim të këtij lloji. Unë isha bërë tepër në optikën e tij dhe po më thuaj shpesh fraza: "Unë, ti në këtë shtëpi." Po më bën të pamundur të qëndroj këtu, po më prish lojën për të cilën kam sakrifikuar dhe të tjera. Për një njeri që shkatëron lojën dhe veten për të mbrojtur e luftuar për lojën e dikujt tjetër, është dëshpëruese të dëgjosh këtë fjalë. Nuk e përballoja dot më si akuzë. Dhe shumë veprime të tjera kontradiktore, ndaj dhe arritën në pikën ku rrugtimi im të ndërpritet. Uroj me gjithë zemrën që tani që nuk jam, të mundet të bëj lojën e tij pa u prishur, sepse nuk dua të jem kurrë pengesë. Nëse dinamika do të jetë e tillë, patjetër që vazhdoj të jem koherente me deklaratën time sa i meriton të fitoj këtë edicion, si lojtari më i larmishëm dhe me qëllim të qartë brenda asaj shtëpie, por edhe si njeriu që pati aftësinë të fitojë zemrën dhe ndjenjat e mia me një intensitet të thellë, të qeshura dhe të qara. Më bëri të harroja që isha pjesë e një loje të shtëpisë ku përshtatosha me vërtetësi e ta doja atë vend. Kemi ndar pjatën dhe shtratin së bashku dhe nga ana ime nuk do përçmohet asnjëherë.
Zgjedh të mbaj mend për mirë, e të lë kohën dhe Zotin të ndaj halalin dhe haramin. Faleminderit nga shpirti për gjithë dashurinë dhe vlerësimin tuaj. E juaja, Egli.